Banorët e fshatit të Risili në Vlorë kanë ngritur shqetësimin e tyre lidhur me dyshimet për ndërtimin e një strehe që është pranë zonës së banuar. Sipas tyre, në zonë kanë mbërritur materiale që dyshohet se do të përdoren për këtë projekt, duke e kundërshtuar plotësisht atë, ndërsa kërkojnë transparencë nga institucionet vendore. Problemi është që këtu po edhin poshtë njerëzit dhe po u japin qenë vend. Ne kemi 100 vjet në fshatin Risili. Tani është një gjë, o të heqin njerëzit e të lënë qënd për shtëpi ose të na heqin neve e të marrin qënd. Kishte stall poshtë në mes të fushës edhe do t'i çonin diku larg fshatit. Ta banori japin, po te bruna na i ndjera atë respektin na bie stallën e qenë këtu ndër shtëpisë. Kanë materiale të vi i bëj thirrje prefektes, të marri juristat, të vi ta vizitojnë në vendin, po është vend që të bëhet, le të bëhet, se ne kundërshtet nuk dalim, po është problemi që duhet të ketë distancat e sa çdo gjë. Ne kemi ndaj lop edhe ndaj qend të shtëpia edhe duam t'i heqim se i bëjmë dëm gjitonit. Jo më të bie stallën me qenë këtu mes fshatit. Kaq. Marrë vetë kryetaria, ti çoj atje te stallë e saj ku e ka stallën, se ka stallë bruna. Ti çoj atje në stallë. Li bashkilat ka stallë. Jo na i bën ndër shtëpis këtu. Dyqen lena ashti aty, o pa taksën fëmijët ke qenë. Aty do të thotë, pyesën për qente për njerëzit nuk pyesin. Unë marrin 100.000 lekë pension, me gjithë plaku, edhe të djodja që në gjithë natës në të gjumë jam e smu. Jam 40 vjet banues këtu në Risili dhe këto shtëpi ka për me djersë. Po. Nga ka ardhur një stallë këtu do të bëj qend. As stallës as gjë, i kam në shtëpi 5 metra larg, 10 metra. Ankohemi për të punë këtu. O vini dorë se këtu ka dorë që nga kryetar bashkisë deri në fund janë korruptor, gjithë fyt kanë marrë para të mëdha. Ka prur ato materialet. Ja i ka sjellë stallë. Gjitha bokset i ka prur stallë. Të bokset që do i montojnë ata dhe do futi qend brenda. Sipas informacioneve, projekt vendimi i Këshillit Bashkiak i Vlorës për ndërtimin e strehes së qenëve është dërguar vetëm një ditë më parë në prefekturë për verifikimin e ligjshmërisë dhe ende nuk ka marrë miratim. Kujtojmë se Bashkia Vlorë ka paraqitur një projekt vendim për ngritjen e një streheze për qend të Ndacak me kapacitet prej 100 qenësh, ku parashikohet jo vetëm strehimi, por edhe ushqimi, vaksinimi dhe hospitalizimi i tyre. Kjo nismë shikohet si pozitive dhe e domosdoshme për një qytet në të cilin qenët e rrugëve janë kthyer në një shqetësim për banorët, por nga ana tjetër projekti shikohet me shumë dyshime për shkak të kostove të larta dhe mungesës së një justifikimi të qartë financiar.